Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Këtë javë kemi vendosur që të trajtojmë projekt ligjin për arsim sipror i cili ka ngjallur debate dhe kritika të ashpra nga thella akademike. Në cilën fazë aktualisht ndodhet ky projekt ligj, cilat janë risitë që i ngërthen dhe kush do të dëmtohet nga zbatimi i tij në praktik, po që se miratohet versioni i parë i propozuar. Janë këto dilema që për një muaj e më shumë po qarkullojnë në opinion, por pa pasur qartësi se cilat vendime dhe vërejtje do të inkorporohen në suazët të tij para se të futen në procedurë parlamentare. Përgjigjet më të hollësishme sonti presim nga zëvendësministri i Arsimit Driton Sulejmani, ndërkohë unë, pa humbur kohë, i them mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momente, i themi zotëri Sulejmanit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, faleminderit që pranot ftesën edhe një herë. Faleminderit shumë për ftesën. Zotri Sulejmani, deri ku ka arritur projekt ligjin për arsimin e lartë? Pas diskutimeve publike që pati versioni i parë i propozim ligjit, pati një sër vizitash të cilat i udhëhoqi Ministresha e Arsimit dhe Shkencës me universitetet publike, me profesorë universitar, në të cilat u diskutua gjëre gjatë për propozim ligjin. Nga ana e profesorëve universitar të gjitha universiteteve publike pati kritika, sugjerime. Tash jemi në fazën ku këto kritika dhe sugjerime po i përmbledhim dhe po mundohemi të përshtasim në propozim ligjin e ri, i cili së shpejti do të jetë prapë në sistemin ENER. Çfarë vërejtësh më konkretisht janë dorëzuar deri më tani, zotëri Sulejmani? Realisht nuk është që universitetet zyrtarisht e ministria kanë dorëzuar ndonjë vërejtje të caktuar, po nga debatet publike që ka pasur ministresha me ato, thjesht i kemi shënuar vërejtjet e tyre dhe tash jemi në fazën ku po i inkorporojmë normal jo të gjitha, po ato të cilët ne si ministri i shohim që janë më të arsyeshme. Për autonominë kishte sigurisht për universitetet, vërejtje për ato kishte? I kemi dëgjuar debatet të shumë profesorëve universitar, edhe debatet publike, edhe televizive, ku është thënë se e cënon ligji autonominë, mirë po mendojmë se me propozim ligjin e ri gjitha këto mjegullira do të anashkalohen, nuk është qëllimi i ministrisë të cënoj autonominë, biles ministria është garantues i autonomisë e universiteteve, qëllimin e vetëm e kemi ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë. Sa është e gatshme Mashi të inkorporojë sinqerisht, realisht të gjitha kërkesat? Nuk isha thënë se do të inkorporohen të gjitha kërkesat, për arsye se edhe Ministria dhe Arsimit dhe Shkencës i ka politikat e veta, të cilët dëshiron të zbatoj, mirë po të gjitha sugjerimet të cilët janë sugjerime që realisht zën vend, ne do t'i kemi parasysh dhe do t'i inkorporojmë në propozim ligjin e ri. Ku është kufiri mes rolit të shtetit si garantues dhe si kontrollues të themi universiteteve në këtë projekt ligj sipas jush? Shteti, e thash edhe më herët, e garanton autonominë universitare, e para, e dyta, shteti duhet të sigurojë standarde për zhvillimin e një arsimi të lartë cilësor, dhe e treta, shteti duhet të financojë arsimin e lartë shtetëror, gjë që e ka bërë edhe më herët, po tash vetëm se po i ngrisim edhe standardet për arsim të lartë dhe cilësor. Të gjitha politika tjera që kanë të bëjmë me programet akademike dhe me hulumtimet shkencore, prapë mbeten universiteteve. Do të bisedojmë pak më hollësisht për gjitha këto, por kur jemi duke biseduar shkurt e shqip, ti sqarojmë dilemat, shqetësimet e fellës akademike. Ky ligj, ky projekt ligj, a rrezikon të shndërrohet nga një instrument reformues në një mekanizëm centralizimi, siç po pretendon një pjesë e opinionit të gjerë? Nuk pajtohem me këtë konstatim, qëllimi vetëm të cilin e ka Ministria e Arsimit me këtë propozim ligj dhe reform, të cilin e ka ndërmarrë drejt rritjes së cilësisë së arsimit, ajo është qëllimi vetëm, jo për ta centralizuar diçka, po thjesht për të garantuar studentëve se do të kenë arsim shumë më cilësor në të ardhmen se sa që kanë pasur deri tash. Si dhe në çfarë forme atëherë do të garantohet të themi se me këtë projekt ligj do të bëhet balanca e qartë mes reformës dhe ruajtjes së lirisë akademike? Përmes neneve të ligjet, në mënyrë të qartë, do të precizohen të gjitha kompetencat që do t'i kenë edhe rregullat e lojës të cilët do t'i kenë edhe universitetet, po dhe Ministria e Arsimit në këtë rast, dhe ne përmes këtij propozim ligji i garantojmë këtë punë. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht gjitha këto. Ju faleminderit. Urdhëroni.
Po të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Përballë neve është zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Sulejmani. Pra, pak a shumë e përmendëm ministër në fillim por të qartësojmë se deri në cilën fazë ndodhet aktualisht projekti ligji për arsimin e lartë, respektivisht cilat janë hapat e radhës në procedurë që e parashikonin nga dita e hanë. Siç e thënë më herët, qasja e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në krijimin e këtij ligji ka qenë mjaft inkluzive. Fillimisht është propozuar një draft version i parë, i cili është vendosur në sistemin ENER, pas të cilit është hapur diskutim publik, sepse po mendojmë se jemi nënshtruar një reforme thelbësore edhe për zhvillimin e universiteteve, po që mendoj që ka ndikim edhe në zhvillimin e shtetit në përgjithësi. Për arsye se përmes universiteteve ne i krijojmë kuadro të cilët në të ardhmen do ta hecin shtetin para dhe do ta zhvillojnë ekonominë. Duke ditë rëndësinë e kësaj, diskutimet publike që janë zhvilluar mendoj që kanë qenë shumë të frytshme. Ministresha e Arsimit dhe Shkencës ka pasur edhe panele diskutime me të gjitha universitetet publike në vendin tonë, në të cilën janë diskutuar të gjitha nenet e këtij propozim ligji, janë dhënë kritikat e stafit universitar, janë dhënë sugjerime se si duhet të duket ligji sipas mendimit të tyre për të garantuar cilësi në arsimin e lartë e kështu me radhë. Pas kësaj faze, pastaj kemi grumbulluar të sugjerime dhe ligji i është nënshtruar inkorporimit të sugjerimeve nga debatet e përgjithshme që janë zhvilluar dhe për të dhënë tash një propozim ligj të ri për arsimin e lartë. Dhe tani nga dita e hënë ju parashikoni shqyrtim publik të versionit të dytë? Po, tash nga dita e hënë pritet që ligji të dalë prapë në sistemin ENER, pas asaj do t'i kalojë procedurat qeveritare, do të miratohet në qeveri, dhe në fund do t'i nënshtrohet edhe procedurës parlamentare, ku përveç universiteteve që kanë qenë të kyçura në debat, e kanë mundësinë pastaj edhe partitë politike që të kontribuojnë edhe në debatin për ligjin për arsimin e lartë, po ndoshta edhe me ndonjë amandament për të përmirësuar diku ku ato mendojnë se eventualisht do të rriteshte cilësia e arsimit lartë. Tani nëse ju pyes unë për shembull, më numëroni 2-3 qëllime të cilat janë, të themi, 2-3 qëllime objektive kryesore që synon të arrijë ky projekt ligj në reformimin e arsimit të lartë, cilat do të ishin, zotër ministër? Fillimisht qëllimi kryesor i ligjit për arsim të lartë është rritja e cilësisë në arsim. Ne jemi dëshmitar në gjithë këto vite, edhe kemi ndëgjuar shumë shpesh kritika se universitetet janë shndruar në trafika për dhënien e diplomave, mungon cilësia në arsim, kuadrët të cilët dalin nuk janë ashtu sikur se ne i presim, dhe gjithë këto konstatime mund edhe të zënë vend duke pas parasysh se nuk po kemi zhvillim të mirëfillt ekonomik, sistemi arsimor në përgjithësi nuk po është ashtu sikur se ne po dëshirojmë të jetë. Kjo i ka efektet pastaj edhe në arsimin fillor, edhe në atë të mesëm, dhe vazhdimisht përmes funksionimit të tillë po krijojmë kuadro të cilët nuk po na sjellin zhvillim. Po fella akademike nuk pajtohet, një pjesë e fellës akademike nuk pajtohet me këtë versionin e parë të projekt ligjin. Nuk është çështje mos pajtimi, këto janë të cilët po i them unë janë argumente. Dhe të gjithë e dim argumentet janë shifra, numra. Të gjithë e dim se gjithë këto vite sa ka qenë prosperimi ekonomik i vendit tonë, të gjithë e dim se nxënësit për shembull në shkollat fillore të mesme si kanë kaluar me rezultatet e testimeve ndërkombëtare siç është PISA testi, e dim se në ranglistën e Shangajit asnjë prej universiteteve tona publike nuk e gjen askund në atë listë, dhe gjithë të janë faktorë të cilët kanë ngritur shqetësime, dhe unë jam me të vërtet i gëzuar se kjo qeveri po ndërmerr hapa konkret për t'i dhënë një zgjidhje kësaj problematike. Objektivi kryesor gjithsesi që është ngritja e cilësisë së arsimit lartë, e para, pastaj është parafrimi i sistemit tonë universitar me atë të vendeve evropiane edhe me sistemin e Bolonjës, forcimi i kërkimit shkencor, rritja e konkurrentshmërisë së universiteteve në krahasim me universitete tjera ndërkombëtare, rritja e transparencës, e meritokracisë, domethënë, këto janë qëllimet të cilët i ka ky propozim ligj.
Gjithmonë duke biseduar për vërejtjet dhe këshillat dhe propozimet e fellës akademike, unë gjithmonë thirrem në ato vërejtje. Më tregoni ju, cilat janë vërejtjet dhe propozimet konkrete që ju si zëvendës ministri e arsimit, është më 3 javë, nëse nuk jam i gabim, i sugjeroni ose i shtyni para në këtë proces. Çfarë bëni ju konkretisht për të amortizuar, të themi, për të gjetur gjuhë të përbashkët mes kërkesave reale dhe atë që ka parashikuar Ministri i Arsimit? Fatkeqësisht nuk kam qenë pjesë e procesit prej se është filluar, janë filluar punimet për të ofruar një leqëtëri për arsimin e lartë dhe jam kiqur shumë vonë në këtë aspekt. Mirë po kjo nuk do të thotë se nuk kam treguar interes për të dhënë kontributin tim, aq sa më ka lejuar hapësira kohore, e cila mendoj se ka qenë e shkurt, po prapë kemi biseduar edhe me Ministreshën e Arsimit për disa prej sugjerimeve dhe kritikave që në përgjithësi kemi ndëgjuar nga universitetet tona publike, nga profesor të ndryshëm, të gjitha i kemi diskutuar një nga një, kemi dhënë sugjerimet e tona, të cilët mendojmë se duhet të inkorporohen në ligj, për gjitha ato të cilët janë konstruktive. Sa realisht do të merren parasysh këto vërejtjet që dulen nga debatet publike? Unë mendoj që do të merren parasysh. Do me thonë, ajo që ka qenë në interes tonin është që të bëhet qartësim më i mirë i dispozitave që lidhen me autonominë universitare. Për arsye se u krijua një mjegull se Ministria e Arsimit ka për qëllim që ta cenojë autonominë. E tash diskutimet ishin në drejtimin që ti precizojmë në mënyrë të qartë të gjitha nenet të cilët e garantojnë autonominë universitare. Tani, kur jemi duke folur për autonominë, a e centralizon ky projekt ligj vendimarrjen duke i dhënë më shumë kompetenca qeverisë ose ministrisë përkatëse në dëm të autonomisë? Jo, nuk mendoj. Të gjitha këto nenet të këtij propozim ligji, qëllimi nuk e kanë ta cenojnë autonominë, e as ta centralizojnë vendimarrjen e universiteteve. Universitetet edhe pas këtij propozim ligji do të kenë të gjitha organet të cilët i kanë pasur, mirë po, qëllimi i ministrisë është që t'ju garantojë studentëve që ato në momentin që regjistrohen nëpër universitete do të ndjekin arsim të lartë cilësor. Pse e them këtë? E them për arsye se universitetet publike paguhen nga buxheti i shtetit, nga taksat e qytetarëve. Qytetarët në mënyrë të drejtë për drejtë pastaj janë shfrytëzues të shërbimeve të cilët i ofrojnë universitetet. Edhe ata e përmenda pikërisht më herët se Ministria e Arsimit duhet të jetë garantuese se të gjitha ato që të regjistrohen nëpër universitetet do të kenë arsim të lartë cilësor. Pse universitetet nuk mund të marrin vendime sipas versionit të parë për programe dhe struktura pa miratim paraprak nga Ministria apo nga pushteti ekzekutiv ose ministrisë në faktikisht e ka? Nuk e kisha thënë se është kështu, edhe më herët universitetet e kanë pas autonominë e plotë për të marrë vendime në lidhje me programet studimore, mirë po tash me inkorporimin e ligjit të ri në këtë sistem, thjesht funksionimi i universitetit do të jetë, i Ministrisë së Arsimit do të jetë që të vendos standarde të reja, me të cilët këto programe do të sigurojnë cilësi më të lartë të arsimit. Cilat janë standardet që këto druajnë? Universitetet do të mirën me programe studimore, thjesht Ministria do të përkujdeset që ato të kenë standard më të lartë, sepse jemi dëshmitar se sa lartë kanë shkuar universitetet, mos shkoj tash të flas për Gjermani, e Francë, e Angli, po universitetet në rajon e kishna fjalën, janë shumë larg neve. Në shumë universitete tashmë vetëm flitet për inteligjencë artificiale, për krimin e përparësive ekonomike që i ka një vend i caktuar për të rritur pastaj cilësinë zhvillimin ekonomik. E ne ende merremi me çështje të cilët mendoj se nuk kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Kur jemi duke i shqyrtuar një nga një të themi këtë vërejtjet e universiteteve, si i komentoni vërejtjet e Universitetit Shën Kirilli dhe Metodi se ligji prek autonominë dhe kufizon madje thon edhe zgjedhjet në titujt akademike? Nuk isha dashur në përgjithësi të komentoj deklaratat të cilët i kanë dhënë të gjitha universitetet. Ne e thash edhe më herët, në aspekt të krijimit të këtij propozim ligji, Ministria e Arsimit pastaj ka bërë panele diskutimi me gjitha universitetet. Ata e kanë pasur mundësinë që shqetësimet e tyre
ti paraqesin aty, sugjerimet e tyre ti paraqesin aty. Po, ishin publike, po. Po, kanë qenë publike, ne i kemi marrë parasysh, i kemi trajtuar dhe shumë shpejt edhe universitetet publike, po dhe gjithë qytetarët do të kenë mundësi që të shohin ata sugjerimet të cilët ne i kemi inkorporuar në ligj. Zotëri Ministër, a i keni marrë për shembull parasysh edhe këto kërkesat ose kritikat e përfaqësuesve të Universitetit të Tetovës, që ku thonë se krimi i Këshillit Universitar tani më zbeh kompetencat e universiteteve me këtë, gjithmonë jemi duke folur për versionin e parë. Keni marrë parasysh edhe vërejtjet e Universitetit të Tetovës në lidhje me Patjetër. Këshillin Universitar? E përmenda merret jo vetëm të Kirilit dhe Metodit, po edhe të Tetovës, edhe të UNT-s, edhe të Universitetit Shtulit, po gjitha universiteteve publike janë marrë parasysh sugjerimet. Mendoj se me Këshillin e universiteteve gabimisht paraqitet fotografia se Ministria e Arsimit tenton që ta centralizojë arsimin edhe të cënojë autonominë. Në rast se marrim analizojmë numrat brenda atij Këshilli. Këshilli do të përbëhet prej 15 anëtarëve, në të cilën sipas propozimit ministria do të ketë 5, universitetet do të kenë 7, akademia dhe komuniteti shkencor do të kenë 2, edhe një anëtar i përket odave ekonomike. Fillimisht ka qenë e përcaktuar vetëm një odë ekonomike, tash me ndërhyrjen tonë do të ketë përfaqësues edhe prej të dy odave ekonomike. Ta zëm, Universiteti i Kirilit dhe Metodit do të kenë përfaqësues të odës ekonomike, kurse ai i USHT-s, i Nën Terezës do të kenë përfaqësues prej odës ekonomike veri perëndimore. Kjo është një ndryshim që e kemi bërë nga versioni i parë. Edhe, nëse analizojmë këto numra, edhe pas të ndryshimeve, shumicën e këtij këshilli prapë do ta kenë universitetet edhe ata të cilët mirën me shkencë. Pra, nëse ju pyes edhe një herë, ndoshta edhe disa edhe përsëritemi, po i kam darë në lidhje me këtë problematik të themi, nëse ju pyes a shndërrohet universitetet nga institucione autonome në strukturat e varura, të themi, nga kontrolli administrativ, ky projekt ligj ju thoni garantorin se nuk e bën këtë. Jo, nuk e bën as pak. Ky projekt ligji është i përpiluar në parim me sugjerimet edhe të mënyrës së funksionimit të universiteteve në Bashkimin Evropian. Duhet ta kemi një gjë të qartë, ne po synojmë që të antarësohemi në Bashkimin Evropian dhe me këtë projekt ligj të ri e bëjmë një hap të madh drejt harmonizimit të standardeve të cilët i kanë universitetet e Bashkimit Evropian me legjislacionin e BE-s, do të thonë harmonizimin e atyre standardeve me standardet tona. Po bëjmë një hap të madh. Po bëjmë një hap të madh në këtë drejtim, edhe mendoj se kur të hapen këto çështje nëpër kapitull që do të hapen gjatë negociatave në Bashkimin Evropian, ne do të jemi shumë të përgatitur për t'i kaluar më shpejt. Kapitulli do të hapen me qysmet, thonë populli, kur do t'i bëjmë ndryshimet kushtetuese. Po, patjetër, ajo është një kusht politik, po kjo nuk do të thotë se ne nuk do duhet të bëjmë asgjë në harmonizimin e funksionimit edhe të shtetit, po edhe të universiteteve në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Në lidhje me kriteret e profesorëve, se ka pasur vërejtje edhe këtu, po a rrezikojnë kriteret e reja të largojnë profesor për shkak të treguesve formale apo po i quanin standarde nga kontributit real. Rrezikojnë kriteret e reja të largojnë profesor nga universitetet apo jo? Nuk është qëllimi i vendosjes së kritereve largimi i profesorëve nga puna. Rritja e kritereve është pikërisht ajo që do të garantojë edhe arsim të lartë më cilësor. Do të shtohet konkurreshmëria, sepse ajo që e thash parë mungesa e universiteteve tona në ranglistën e Shangajt është pikërisht për shkak të mungesës ndoshta ose numrit të vogël të punimeve shkencore të cilët botohen në revista të njohura ndërkombëtare, sepse një prej kritereve kryesore që e kanë rangimi i Shangajt e ka pikërisht të punimet shkencore. Ne i nxisim rritjen e numrit të punimeve shkencore edhe thjesht e nxisim konkurreshmërinë, si më thon, i bëjmë profesorët më të rrisin nivelin e punës së tyre, edhe me këtë të përfitojnë në fund edhe shteti edhe studentët. Po ju thoni kështu, po sa janë të arritshme kriteret për publikimet ndërkombëtare në Height Index për gjitha fushat akademike që tani keni parashikuar në këtë projekt ligj? Tash, në rast se marrim parasysh propozimin e parë që doli, në raport me këtë dytin që do dalë,
do të ketë ndryshime dhe në këtë aspekt. Na tregoni ministër cilët janë do të zvoglohet numri i punimeve shkencore që kërkoheshin nga verzioni i parë në verzionin e dytë, do të shtohen revistat në të cilët profesorët do të mund të publikojnë punimet e tyre shkencore, do të zvoglohet numri i projekteve ose kjo ma shumë ka të bëjë me atë që ndoshta do të jetë temë diskutimi organizimin e doktoraturës. Fillimisht ka qenë, do me thonë, për universitetet 500 projekte, mirë po kjo realisht do e dëmtonte disa për universitetet tona dhe tash ne e parashojmë të bëhet sipas përqindjes së numrit të punësuarve. Qëllimi është që i keni fjalën për studime doktorature. Po. Tani do të ketë kufizime? Kufizohet e drejta për studime doktorature vetëm në disa universitete dhe apo krijon kjo pabarazi? Jo, nuk isha thënë. Vetëm se varjetjen të cilën e morëm nga profesor të ndryshëm në këtë aspekt, ishte se nuk mund të kërkojmë kriteret të njëjta nga një universitet i cili ka më shumë se 1200 të punësuar, edhe nga një universitet tjetër i cili ka 200-300 të punësuar. Edhe mendoj se kam pasur të drejtë në këtë aspekt dhe propozimet e tona janë që kjo të ndryshoj dhe varësisht prej numrit të punësuarve, ashtu të përcaktohet edhe numri i projekteve ndërkombëtare për pastaj që të munden universitetet ta zbatojnë edhe studimet e doktoraturës. Pse zotëri Sulemani nuk janë bërë publike emrat e hartuesve të ligjit dhe mungon këtu transparencë në këtë proces, sepse goxha lajme ka pasur se mban kinse të fshehtës këta që e kanë përpiluar të themi verzionin e parë? Nuk isha thënë, nga informatat të cilët i kam, tash arsye pse nuk janë publikuar nuk e di, po nga informatat të cilët i kam, edhe në verzionin e parë që është përpiluar, janë konsultuar profesor universitar, kam punuar administrata e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, që sipas mendimit tim është një administratë shumë profesionale, kemi njohës shumë të mirë në sektorin e arsimit lartë. Cila është arsye pse nuk publikon emrat e profesorëve të cilët janë angazhuar? Nuk e di, tash versioni i parë që ka dalë, unë në atë moment nuk kam qenë pjesë e Ministrisë së Arsimit që ta kam informatën e saktë se pse nuk ka ndodhur kjo. Mirë, po kjo nuk kupton se Ministria e Arsimit është kundër transparencës. Mendoj që e ka dhënë provimin në aspekt transparencës, në aspekt inkluzivitetit. Thjesht ne nuk mendojmë se i dim të gjitha punët vetë dhe nuk këmbgulim se do duhet bëhet ashtu sikur se thojmë ne. E kemi propozuar verzionin e parë, i cili edhe ai ka qenë i konsultuar nga akademik të ndryshëm, nga profesor universitar, edhe nga administrata, dhe pastaj, pas diskutimeve publike që janë bërë, sugjerimeve, kritikave, ne i kemi marrë, i kemi inkorporuar. Ato në propozim ligjin e ri. Kështu që mendoj se edhe transparent kemi qenë në këtë aspekt, po edhe kemi treguar se nuk mendojmë se i dim gjitha punët vetë, po jemi të interesuar të ndëgjojmë edhe opinionin se çfarë mendimi. Tani, a mund të themi të konkludojmë deri në këto momente që në verzionin e dytë të projekt ligjin do të garantoni se ligji do të sjellë meritokraci dhe cilësi, pa censuruar autonominë, siç e thatë edhe ju, dhe lirinë akademike. Po. Gjithsesi, ne autonomia universitare për neve është diçka thelbësore, diçka e shenjtë dhe për asnjë çmim nuk do të bënim politika që ta prishim atë. Qëllimi jon kryesor është që të rritet cilësia e arsimit. Edhe të gjitha kriteret të cilët janë të vendosura në propozim ligjin e ri, të vetmin qëllim e kanë rritjen e cilësisë në arsim, e kanë parafrimin e standardeve të universiteteve tona me universitetet evropiane, e kanë rritjen e përgjegjësisë, rritjen e transparencës, rritjen e meritokracisë për përfitimin e titujve dhe pozicioneve të ndryshme brenda funksionimit të sistemit universitar e kështu me radhë. Domethënë, kjo është qëllimi jon kryesor në aspekt të përpilimit të këtij propozim ligji. Dhe tani nëse ju pyes nga ky afat kohor, për sa kohë propozimi ligji do të futet në procedurë parlamentare, si e parashikoni ju? Se e tham se nga dita e hënë do të publikohet në ener, a dhe atje do të vijojnë edhe vërejtjet dhe komentet të tjera në lidhje me këtë. Sigurisht do të ballafaqoheni edhe me vërejtjet të tjera të cilat ad hoc do dalin edhe për verzionin e dytë, por në afat kohor si e keni parashikuar si ministri? Edhe në rast se dalin sugjerime tjera dhe kritika, ne jemi të gatshëm të ndëgjojmë ato, sepse nuk mendojmë se i dim gjitha punët. I dëgjoni, po a do të inkorporoni dhe ato të rejat? Kjo është gatishmëria që do ta tregojmë se kemi gatishmëri për ta ndëgjuar në rast se janë të arsyeshme,
padyshim që do t'i inkorporojmë. Tash kërkesat mund të jenë të ndryshme, e përmendë edhe më herët edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës i ka strategjitë e veta të zhvillimit të arsimit, dhe kjo nuk në kupton se gjithçka që thojnë të tjerët, ne duhet ta inkorporojmë, do të inkorporojmë ato që janë më të arsyeshme. Në aspekt të kohës, është pak problematike të jipen afate kohore, se pastaj mund të ndodhin vonesa në procedura dhe të dalë se nuk po e mbajmë fjalën. Momenti që ligji del në ener, mendoj që do të përshpejtohet edhe miratimi i atij ligjit në qeveri dhe pastaj sa më shpejt që është e mundur ta dërgojmë edhe në procedurë parlamentare. Mendoj që ndoshta nga qershori do ta kemi ligjin e ri. Zotëri Selemani, unë e ka që pyetje pata për këtë intervistë tematike të themi, nëse keni diçka për të shtuar, që sigurisht se kemi edhe shumë tema tjera në arsimin fillor dhe të mesëm, por nëse mendoni se keni diçka për të shtuar që ndoshta nuk ju kam pyetur, urdhëroni, minutat vazhdim për ju janë. Faleminderit shumë. Kisha dashur disa gjëra thjesht për ta qartësuar fotografinë se pse po ndërmarrim një hap të tillë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës këto vite e ka treguar veten se është e interesuar të arrijë cilësimin e arsimit në përgjithësi. Cilësia e arsimit në kupton edhe me përmirësimin e kushteve, dhe ne atë e kemi bërë, vetëm se kemi 2 universitete të cilët kanë kushte shumë mira, tash e kemi hedhur edhe gurthemelin për Universitetin Nën Tereza, dhe ajo të cilët tash do të pasojë edhe është shumë e mirë që po ndodh, është propozimi i ligjit të ri. Në aspekt të rrogave mendoj se profesorët qëndrojnë mirë, janë krijuar të gjitha kushtet. Do të ketë rritje të pagave për profesorët? Është çështje që duhet diskutohet më vonë, po edhe mendoj që në bazë të rrogave momentale, në bazë të standardit tonë në këtë shtet, mendoj që rrogat janë të mira dhe mendoj që janë krijuar të gjitha kushtet që të kërkojmë edhe cilësi. Sepse në këtë formë ne po i përshpejtojmë hapat e shtetit tonë për antarësimin në Bashkimin Evropian, kurdo që ai të ndodh, ne të jemi të gatshëm për ta bërë atë hap të madh. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1 bashkë me mua. Ju faleminderit e juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që u përgatita për sonte. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me servisin tuaj publik.